Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Nuk e di nëse mund ta quaj jetë apo kompromis. Ndoshta pak nga të dyja. Jam 38 vjeç dhe prej 5 vitesh jetoj në të njëjtën shtëpi me burrin tim dhe ish gruan e tij. Shumë njerëz nuk do ta kuptonin kurrë këtë marrëveshje, dhe ndoshta as unë vetë nuk e kuptoj plotësisht, por ajo shtëpi me gjithë heshtjen dhe tensionin që mbart është bërë fati im. Kur e njoha Arbenin, ishte ende i martuar me Elenën, martesë që kishte përfunduar vetëm në letër, por jo në shpirt. Kishin kaluar bashkë më shumë se një dekadë dhe kishin një vajzë me emrin Ariana. Ajo ishte arsyeja pse unë më vonë do pranoja diçka që nuk do ta kisha imagjinuar kurrë. E njoha në një periudhë kur nuk kisha më asgjë për të humbur. Pas një divorci të dhimbshëm dhe një jete të lodhur me qera, më duhej stabilitet. Ai ishte i qetë, i kujdesshëm dhe më bënte të ndihesha e vlefshme. Më foli për jetën e tij, për vajzën, për Elenën, me një lloj respekti që më ka habitur. Nuk e përmendte me urrëtie, por me një ndjenjë përgjegjësie që nuk e kisha parë në burra të tjerë. Kur më propozoi të jetonin bashkë, më tha hapur: "Elena do jetoj me ne. Për vajzën dhe për paqen, nuk dua që ajo të ndihet e përjashtuar." Nuk ishte pyetje, ishte një kusht. Dhe unë, e ejtur për një fillim të ri, pranova. Mendova se me kohën gjithçka do të bëj më e lehtë dhe se dashuria do ta zbuste situatën. Por dashuria nuk është gjithmonë e mjaftueshme. Në fillim, çdo ditë ishte një provë. Elena zgjoi herët, bënte kafen, ndonjëherë më linte edhe mua një filxhan, por gjithmonë në heshtje. Kishte një lloj pranimi të ftohtë mes nesh, si dy gra që ndanin jo vetëm shtëpinë, por edhe të njëjtin burr në kujtime, në kujdes dhe në praninë e tij. Unë përpiqesha të mos e ndjeja, punë, ushqim, pastrim, përkujdesje për vajzën, çdo gjë e ndarë në mënyrë të padukshme, por të kuptueshme. Unë isha gruaja e re, ajo ishte gruaja e vjetër. Dhe mes nesh qëndronte Arbeni që përpiqej t'i mbante të gjitha palët në ekuilibër. Ndonjëherë e kapja duke e parë Elenën me një lloj trishtimi që nuk e kishte fare me mua. Ishte si një kujtim që nuk ishte vdekur plotësisht. Ai kujdes që kishte për Arbenin më mbyste. E dija që nuk ishte më dashuri, por kishte faj, dhe faj është një ndjenjë më fort se çdo ndjenjë tjetër. Fqinjët filluan të mbanin nëpër gojë, të flisnin, disa më quanin të çmendur, disa më trajtonin me keqardhje, por askush nuk e dinte se unë e kisha pranuar këtë jetesë sepse nuk doja të humbisja më askënd. Kisha humbur shumë njerëz në jetë dhe ndoshta e kisha ngatruar paqen me nënshtrimin. Pas disa muajsh, Elena u sëmur rënd. Një sëmundje papritur që e dobësoi shumë. Arbeni e çoi nëpër spitale, i rinte pranë dhe unë mbetesha në shtëpi me vajzën e tyre. Fillova të kuptoja që ai nuk e kishte mbajtur Elenën për ndjenja, por për detyrim, për kujdes, për ndoshta një ndjenjë faji që nuk mund ta shlyente ndryshe. Kur ajo u kthye nga spitali, shtëpia u mbush me një heshtje ndryshe. Elena nuk ishte më e fortë, e përbuzur, as gruaja që më shikonte me një përbuzje të heshtur. Ishte një grua që kishte kuptuar se fundi i jetës vjen gjithmonë më shpejt se sa ne e mendojmë. Një natë, teksa ajo flinte në dhomën e saj, e dëgjova duke qarë. Jo me zë, por me frymarrje të thellë dhe të mbytur. Dhe diçka brenda meje u thye. Fillova ta ndihmoj, i gatuaja, i çoja çaj, e shoqëroja kur dilte në verandë. Ndonjëherë më shikonte gjatë pa thënë asnjë fjalë. Ishte sikur donte të më thoshte: "E di që nuk është faji yt, por fjalët nuk vijnë gjithmonë aty ku duhet." Në një mënyrë të çuditshme u bëm mikesha, jo nga dashuria, por nga lodhja, nga pranimi që të dyja kishim humbur diçka. Ajo burrin e dikurshëm, unë burrin që kur nuk do ta kisha plotësisht. Kur Elena ndroi jetë, shtëpia u boshatis. Arbeni ndryshoi rrënjësisht. Heshtja mbizotëronte, rinte orë të tëra duke parë nga dritarja. Ishte sikur humbi një pjesë të vetes dhe me të humba dhe unë një pjesë të asaj marrëdhënie që më kishte mbajtur. Ai s'më shikonte më me dashuri, por me faj. Fajin që kishte humbur njërën prej grave që donte shumë. Pas varrimit, njerëzit më afroheshin me pyetje të pashprehura në sy.
Tani do të jeni më në fund bashk, pa pengesa, por nuk ishte më rëndësi. Ishte një burr i thyer dhe një grua që e kuptoi shumë vonë se dashuria që ndan shtëpinë me dikë tjetër nuk është dashuri. Është një bashkëjetesë e përkohshme me vetmin. Sot, 5 vjet më vonë, ende jetojnë në atë shtëpi. Vajza e tyre më thëre 8, jo mami, dhe ndoshta ka të drejtë. Në dhomën e Elenës mbaj vetëm një karrige dhe një dritare që hapet gjithmonë në mëngjes. Ka ditë që mendoj se ajo rri aty, e padukshme, duke parë se si unë jetoj me të njëjtin burr, por me një dashuri të shtuar. Njerëzit nuk e kuptojnë marrëveshjen tonë. Ndoshta nuk do ta kuptojnë kurrë. Ishte një mënyrë për të mos humbur askënd, por në fund humba veten. Dhe kjo është marrëveshja më e hidhur që kam bërë ndonjëherë në jetë.